Dhe gjithashtu do doja të bëja një denoncim që ka të bëjë me lidhje me ndërtimet e reja. Po bëhet një ndërtim i ri, pra këta banorë shpronësohen dhe njëkohësisht në këtë zonë, pra është akoma më afër amfiteatrit, jepen leje ndërtimi. Dhe gjithashtu në lejet e ndërtimit që këta kanë dhënë, është pikërisht shkelja e ligjit të trashëgimisë kulturore, në të cilin thuhet masa dhe vëllimi i objektit. Pra në këtë zonë nuk mund të ndërtohet, do të jetë për njëta masë objekti. Nëse një objekt është 3 kate, ti do ta rikonstruktor, do ta rregullosh në bazë të atyre 3 kateve që ai objekt ka. Dhe japësh leje ndërtimi të objekte 50 metra larg amfiteatrit, ndërkohë që ne po themi do shemë të gjitha objektet, të cilat janë në afërsi të murit 20 metra, murit rrethues, murit pa rrethues, të qytetit. Për mua ka diçka që nuk shkon. Gjithashtu janë dhënë dhe leje të tjera ndërtimi të hoteleve, të cilat sot i ka dalë shpronësime. Pra shumë afër amfiteatrit. Prishën hotele? Prishën hotelet që janë aty poshtë, që kanë 30 vite që japin taksat për këtë shtet, që dhe nuk i kanë dhënë leta që nga viti 2006. Ka një proces legalizimi. Sa hotele prishën? Në dinin tim janë 2 hotele. Një është 30 vjeçar dhe një është një hotel që është dhënë leje ndërtimi para disa viteve dhe tani shëmbet prapë. Dhe në një debat që kemi patur me Alfred Mullarajn, kryetari i këshillit grupit të PS-s, ka qenë ne kemi vendosur çfarë ka qenë grupi punës dhe ky tha është një projekt fantastik. Pra unë tani ja jemi këtu bashkë. Ti shikon këta banorë, unë mund të jem pranë tyre çdo ditë. Dhe ti shikon, unë kam hyrë në shtëpi, i di shtëpitë e gjithë secilit. Kam ngrënë dhe bukë të shtëpitë e gjithë secilit. Më thënë si mund të arrish prishësh ti një shtëpi me një dhomë kuzhinë, një tualet. E kupton, ta prishësh të nxjerrësh në rrugë ta banorë, po është e pafaqshme. Ja, edhe turistët po na shikojnë. Do kërkoj nga operatori Robert Cani për të kuptuar edhe ku ndodhemi, ndodhemi në zonën më elitare të Durrësit, ku vinë turistët dhe shikojnë të habitur, çfarë po kërkojnë këta shqiptar, të ulur në kjo situata. Situata është akoma më alarmante kur po këta zyrtar shteti dhe ka qenë nuk e di, një diferencë totale dhe ka qenë një zhurmë e jashtëzakonshme nga Alfred Mullaraj, ku thoshte është një projekt fantastik, aty do të vinë diva shqiptare. S'është autori i projektit. Ky projekt është të gjithë institucionet. Të gjithë institucionet flasin me një refren. Është projekt shumë i mirë për Durrësin, juve jeni kundër një projekti të rëndësishëm për Durrësin. E kam shumë qartë. E kanë paragrafin me copy paste. E kam shumë qartë. Projektin e ka bërë qeveria, po? Projektin e ka bërë ADF-ja, po. Edhe është miratuar nga KKT-ja. Nga KKT-ja dhe Bashkia Durrësit. Dhe Bashkia Durrësit. Dhe Bashkia Durrësit. Dhe në takimin që ka bërë përmendën dhe banorët, kryetarja në 5 banorë që kanë qenë aty në takim, ka hedhur dhe hipotezat që t'u japin shtëpi sociale. Pra ti i heq nga shtëpia, i jep një shumë tallse, i fut dhe në shtëpi sociale, i fut dhe në kredit butë. Pra i fut dhe në borxh. Pra duke qenë mes Durrësit, zona më e lakmuar, zona më e shtrenjtë, zona më e bukur, i dekdis në pallatet e shtëpive sociale me 700.000 lekë vjetra shpronësim, me kredit butë për shtëpitë sociale dhe gjithashtu i heq, i shkatron jetën dhe në fund fare i le papron nga dursakët më të vjetë. Faleminderit.